e rikthyer si një doruntin në një version satirik të legjendës, mbi samarin e listës mbyllur të mushkës gërmuqet partisë, Josefina e vajtonte një ditë pluralizmin me lotët rrëke mbi një grup zarfash të ardhur nga Greqia drejt Beratit, ku Partia Socialiste kishte marrë mbi 90% vota. Vdiq, thoshte, vdiq pluralizmi. Na e vran, na e prem pluralizmin. No comment, iku cofi pluralizmi. Vdiq kuku e mjera unë të mjerët ne për pluralizmin dhe lotët vu qurk. Pra, ne jemi vrasësit e pluralizmit me që vajtojca doruntin dhe isombajtësit e saj të knetave mediatike nuk e kanë haberin gjëkundi se si punohet politikisht, organizativisht dhe njerëzisht me diasporën. Berati është në kryet skuadrave që kanë shkëlqyer me rezultatet e përpjekjes tyre të jashtëzakonshme për t'i mobilizuar shqiptarët jashtë vendit e ata të Greqisë specifikisht për zgjedhje një më të majtë. Ne e nisëm kohë më parë. Krijuam një bord kombëtar diasporës. Dhe mblidheshim në orën 8 mëngjesit, çdo të hënë, në zume me 100 vetë, ku ndiqnim bashki për bashki ngritjen e një rrjeti vullnetarësh të Partisë Socialiste në të gjithë Greqinë dhe përtej, kudo ku shqiptarët janë. Dhe kur ne bënim këto, Josefina ishte ende në humbtirat e syrgjynit politik, duke qëmtuar në filxhan fatin, që në fund doli fati lum si ai i rikthimit të doruntinës. Dhe janë 10% për ata, po 90% për ne, në një grup zarfash që vinë nga një pikë e caktuar. Kjo varet vetëm nga sa zgjedhës janë regjistruar dhe kush i ka motivuar më shumë të regjistrohen, është shumë e thjeshtë. Të tjerat janë broçkulla, ku bën pjesë edhe regjimi ynë kriminal. Se është faji ynë që, siç thot ajo fjala popullore, kur ata qohen nga gjumi dhe thonë rrush, ne kemi mbushur koshat. Duke e filluar punën për ditën e zgjedhjeve të tjera, sapo ka rënë dielli i zgjedhjeve të kryera. 50%, duke u ngjitur 4 shkallë e gjysmë, nga 48.7% në 53.2%. Fal edhe një organizimi më të mirë kapilar në territor se sa çdo herë tjetër. Por, dhe këtu s'kam asnjë dyshim, edhe fal konkurrencës brendshme me tension të lartë gare shpeshherë, ku eksperienca e deputetëve aktual, energjia e prurjeve të reja dhe puna e madhe këmbgulse e të gjithëve pa dallim, solli vlerën e shtuar të secilit dhe të secilës për rezultatin historik të gjithë Partisë Socialiste. Dhe këtu duhet përgëzoj posaçërisht drejtuesit dhe drejtueset e qarqeve, të cilët këtë herë, ndryshe nga çdo herë tjetër, e nisën prej shtatorit shkuar qëmtimin e kandidaturave potenciale. Qysh në dhjetor arritën të draftojnë listat e gjëra provizore, mbi të cilat pastaj u punua për të nxjerrë formacionet përfundimtare. Dhe kur më parë, formacionet përfundimtare nuk kanë qenë më të përputhura me ambicien për rezultatin. Dhe më pasqyruese të gjitha ndjeshmërive të territorit, por edhe të objektivave
dhe nevojave të partisë. Një përgëzim edhe për drejtuesen dhe për koordinatorët e platformës deputeti që duam, cila na dha shumë dorë në identifikimin e jo pak profileve cilësore. Disa prej tyre do t'jenë kuvendin e ri, ndërkohë që një sër të tjerësh që nuk fituan apo nuk u përfshin fare në formacionet përfundimtare, do t'i angazhojmë në detyrat të tjera nëse natyrisht do t'jenë gatshëm për këtë.